Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Për fikun dhe ullirin, për malin e Sinait dhe për këtë qytet të sigurt. Në të vërtetë, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e quam atë kur nuk beson në gjendjen më të ulët. Përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ata do të kenë shpërblime të pandërprera. Atëherë, çfarë të shtyn ty o njeri që ta mohosh ditën e Kiametit? A nuk është Allahu gjykatësi më i drejtë?